Gjykata e shkallës së parë Vlorë ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për shtetasit arrestuar 2 ditë më parë në kuadër të operacionit policor grupi. Po ashtu e njëjta masë sigurie zhvendosur edhe për shtetasin e përfshirë në ngjarjen e plagosjes së ndodhur të dielën në Vlorë pranë rrethrotullimit të lagjes 24 maj. Seanca gjyqësore që zhvilluar këtë të enjte, ndërsa nuk kanë munguar dhe forcat e shumta të policisë, ndërsa është drejtuar nga gjyqtarja Renata Kocaqi, e cila pranoi kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës sigurisë arrest në burg. Në këtë mënyrë gjykata la në fuqi kërkesën në organit e akuzës duke vlerësuar se kushtet ligjore për këtë masë sigurie janë të plotësuara. Shtetasit e dalë sot në masë sigurie u arrestuan ditën e martë nga policia e Vlorës në një operacion policor të koduar grupi. Në një njoftimin e saj zyrtar, policia e Vlorës bëri me dije se është goditur një grup me rrezikshmëri të lartë shoqërore, si dhe me aktivitet në fushën e krimeve kundër personit dhe në fushën e narkotikëve. Ndërkohë në njoftimin zyrtar të policisë së Vlorës bëhet me dije se është kapur dhe autori i plagosjes me armë zjarri të ndodhur ditën e diel pasdite në rrethrotullimin e lagjes 24 maj në qytetin e Vlorës. Nga njoftimi zyrtar i policisë së Vlorës bëhet me dije se u arrestuan 6 shtetas, nga të cilët 2 në kërkim kombëtar dhe 1 në kërkim ndërkombëtar, ndërsa gjatë këtij aksioni u sekuestruan dhe 4 armë zjarri, pistolet, municion luftarak, 3 automjete, 1 prej tyre i blinduar, celular dhe një shumë parash. Materialet për gjitha këto ngjarje e kaluan prokurorisë rrethit gjyqësor Vlorë, ndërkohë që të enjten paradite është zhvilluar dhe masa e sigurisë në gjykatën e shkallës së parë të qytetit të Vlorës, aty ku kjo e fundit ka dhënë dhe masën e sigurisë arrest në burg, duke lënë në fuqi kërkesën e prokurorisë për të 6 shtetasit e arrestuar ditën e martë nga policia e Vlorës.